إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Falenderojmë Allahun e madhruar o te bareke o teala ai është i falenderuar mahmudun pa falenderuar ne sepse atij përket falenderimi e madhrimi hamdi dhe shukri Zotit ton e kush tjetër meriton të falenderohet përpas Allahut dhe më shumë se sa i madhi Allah Azza wa Jall e si mas falenderohet Zoti ynë kur në dorën e tij janë qiejt dhe toka dhe çka ka mes tyre kur në dorën e tij është jeta dhe lumturia jon kur prej mëshirës së tij ne sot e njohim atë hak e madhrojmë jemi të sigurt dhe të bindur se ky din është hak dhe se Allahu është me muslimant, me besimtart dhe se Allahu nuk i dën tradhtart nuk i dën qofart nuk i dën ata të cilët e luftojnë fjalën e Allahut të madhruar pastaj bim salavat dhe i qojmë shumë selam Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam edhe krejt pejgamberëve që kanë qenë para tij dhe krejt atyre burrave të cilët kanë qenë mes tyre dhe kanë ardhur pas tyre e që kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e tyre dhe vazhdojnë të ndjekin atë rrugë deri në ditën e sodit dhe deri në kiamet. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra muslimon kthehemi sërish atje ku kemi mbetur në surën Al-Hajj. Në surën Al-Hajj cila flet për hajj Kje kaptin koranore e ëmbël dhe e mirë, e zbritur edhe në Mekë, po edhe në Medinë, dhe cila trajton një sër temash, dhe në mesin e tyre dhe prej kryesorëve çështjen e haxhit, andaj edhe quhet Suratul Hajj, dhe se Ibrahimi alayhis salam u urdhruan nga i madhi Zot të ndërtoj qaben e bekuar e të thras njerëzit për haqq e Allahu pastaj e bëri farz haqën për muslimant dhe falt madhit Allah krejt muslimant e kuptojnë dhe janë të bindur e besojnë se është shtyll prej shtyllave të islamit dhe bazë prej bazave të imanit dhe së është obligim për ta kryer atë haqj një herë në jetë ai i cili ka mundësi. Ma konkretisht jemi në ajetin 38 të kësaj sureje të bekuar të cilën ajet ndëgjuam më herët. Ku thot i madhi Allah Azza wa Jall inna Allahe yudafi'u anil ladhina amanu
Me të vërtet dhe pa pik dëshimi, mos dëshani o jo musliman deri në kiamet, se Allahu i madhruar ju dafi anil ledhina amenu, i mbron besimtarët ata të cilët kanë thonë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu është në krahin e tyre, është në anën e tyre, është me ta, dhe Allahu nuk i lën ata, andaj nuk kanë pse të zhgënjehen ata, pavarësisht se çfarë situata dhe vështërësish kalojnë apo ballafaqohen me to gjatë jetës së tyre. Por para se me shkuat te komenti e ajetit kuranor, i javlen me ndërlidh këtë ajet me ajetet e tjera, sepse kështu Allahu na mëson, respektivisht na e ka radhitur ajetet, e ne kemi thonë më shumë se një herë, edhe me 10 herë, se ajetet kuranore, po edhe surët e Kuranit, që janë të renditura në këtë mushaf që e kemi ne, në këtë përmbledhje që quaj mushafi sharif, as njëherë nuk kanë zbritur si që janë të radhitura, as sure e as ajet pas ajeti, por kanë zbritur cik-cak në forma të ndryshme, në kohë të ndryshme, her ajeti i plot, her gjysëm ajet, her disa ajete bashk, her një sure plot, her disa ajete të një sureje, dhe sura cila vjen ma vonë, tani vjen një ma heret, ajet del për para kështu më radhë, dhe fundi kur Allahu i madhëruar ka dash që pejgamberin e vetë ta tërhiq lartë, që shedim edhe nga historia, edhe nga biografia pejgamberit, edhe nga siretun nebevije, po edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, respektive shokët të ti, se në fund jetës së ti pejgamberit aleyhi salam, apo pejgamberi ka përsëritur Kur'anin në këtë formë të radhitjes para Gjebrailit aleyhi salam, në muajin e fundit Ramazan, 2 herë radhazi njërën pas tjetrës, përderisa Ramazanët e mëhershme ka përsërit, çdo Ramazan nga një hat me ka bo para Gjebrailit alayhi salam. Se të qitijet, pra ndërlidhja jetëve është me rëndësi, për atë arsye themi se, pasi që i madhi Allah Azza wa Jall na foli neve më lart për haxhin, për peshën e madhe të detyrave, të obligimeve, të rëndësisë që e ka kryerja haxhit, respektivisht disa punë të mëdha që do të më bëj haxhiu, dhe më shumë o fokusu Allahu Azza wa Jall rreth thirrje së kurbanave në haxh, me derë gjak për hatër të madhit Allah Azza wa Jall, dhe se haxhit kanë dobi dhe interese të mëdha në këtë dynja, dhe kur dalim para të madhit Allah Azza wa Jall në ditën e gjykimit, kanë dobi dhe kanë interese ata, kanë dobi të dynjas dhe të ahiretit. Por para kësajna, në ajetin ma konkretisht atje, në ajetin 25, në jemi në ajetin 38, Allahu i madhruar prap, në herë kishte cekur me neve vlerën e qabës obligimeve fetare, shtyllave të haxhit, kemi folë për to, atë sa na ka lehtësuar, pastaj edhe për thirrjen e gjakut që është parim i madh, dhe është edhe në Islam si parim i madh, por edhe në haxh ka vendin e vet atje. Por më herët Allahu na tregoi se çufarët e Mekës i kishin penguar, çufarët e Mekës, mekasit e dhujtarët e Mekës, në krye me Ebu Sufjanin, i kishin penguar muslimanët me vizitue Qabën. Ajetet që po flasin për madhrinë e Qabës, për shejtrinë e Qabës, sikurse po i përmallojnë muslimanët dhe veç po i ngritin edhe më shumë rëndësinë dhe vlerën e Qabës në zemrat e muslimanëve. Atave që kishin në zemër Qabën, sepse kishin lindur veçanti muhaxhir që ishin shpërngulur prej Mekës, ata ishin rritur në Qabë dhe nga vëzhlia e bënin tavafin pavarësisht a musliman a mushrik, por në zemrat e tyre qëndronte Qabja. E tash i madhi Allah po zbret ajete për Qabë, po zbret ajete për haxh, por këta nuk po mujnë me shku, me vizitu, sepse çufart nuk po i lojnë me hy, jenë detyruar me u shpërngul, pe presionit madh janë shpërngulur, kanë ardhur në Medinë dhe nuk po mujnë me shku. E Allahu ma herët për ceki madhi Allah te bareke ve teala, innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Ata të cilët i kanë bërë Zotit kufër, pengojnë
qesin barriera pengesa para dinit madhit Allah, po edhe para Qabes. Është për qëllim nuk I lojnë muslimanët me shkuën në Qabe. E kemi folur ma gjatë tek ajet koranor se ka të bëjë me marrëveshjen e Hudejbis, me luftën e Hudejbis, e cila është e njohur në histori, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam përmallua shumë. Kaloi një vit, kaluan 2 vite, 3, 4, 5, erdhi viti 6. Këta pa mujt me shku me pa Qaben, ajetet për zbresin për din të Allah, po për zbresin edhe për Qabe, jenë përmalluar shumë, edhe për dojnë me o njësë me shku, dhe vendasen me shku, dhe ndodhe që ka ndodhe, dhe o këthyn musliman. E nuk kem nevoj me mbet atje, sepse kemi përsëritur, por vetëm për të ndërlidhur temat me zvete. Pra, atje Allahut ceke se ata ndalojnë njës me hinë Qabe. E pse me ndalojnë me hinë Qabe ata? A veç ty në Qabja? A nuk kanë këta hisën Qabe? Për këta kanë hisën Qabe, edhe si popullat vendase Qabes. Kretë që kanë ndodhë të janë shpërngull, edhe atë janë përzan me zërë, për me shpëtu e dinin e tyre, e shpirtin e tyre, jetën e tyre, gjakin e tyre, jenë dëtëru me po hijret natën, e ditën e mshefte, me ikë. Pse s'kanë drejtë në vendin e vetë, edhe nga ana kombit, që kanë baba popull si popull arab, edhe këta dhe ata, e besojnë edhe I dhëtartë, po edhe muslimën tashmë, edhe janë të bindur, muslimën më nuk ka dyshim, se kjo është për Ibrahimit alayhi salam Qabja e bekuar, dhe ata o krenonin me Qabën e bekuar, sepse ishte për stërgjyshit të tyre Ibrahimit. Pra edhe nga ana e gjakut, lust, rënje të rënë shkojnë deri te Ibrahimi, jenë të barabartë, plus asaj muslimant kanë ma shumë përparësi ndaj Qabes, sepse tashmë po I obligon Zoti. E Allahu I madhruar, mas krejt kësaj, Allahu azza wa jall, po don me I tregu muslimanëve se që ato barriera dhe pengesat të cilat I qesin qafirat e Mekës, ka me hiek Zoti. Sepse muslimant kur pëndëgjojnë të ajetet bukura, të mira, se kurse po pysin o Zot. E kur me shkuna më knaq, jenë përmalu për Qabe, kur me shkun ne e me knaq shpirtin e Qabe. Kur me shkun ne? Kurse ata na kanë vendos pengesa. Njëherë pengesa davetit sa ishëm në Mekë. Nuk na lënin, as nuk kanë mujt të lirë me bë tavafin Mekë. Pejgamberi është ai cili ka bë sallallahu alaihi tavafin haptazi pej ditës parë, edhe s'ka një kur. Dhe atë këtu ndonjë, sikur është Abdullah ibn Mesudi, e tha pejgamberi mos del. Tha du me dal. O trehin, du me dal. Edhe o kthy pa vetdije. O kthy pa vetdije. Pra dhe sa ishin Mekë, nuk mundeshin me bë tavafin që shdohet. Të pastaj u përzonë, përmallun, e sikur se po pyesin o Zot, e kur na me shkon Qabe? Gjithë të pengesa, gjithmonë në vujtje muslimanët. Ende lufta nuk është bu halal, sepse ajetet mas tja jeti, më njëherë vinë për gjihad. Më njëherë vinë për gjihad. U lejohet më mbrojt, u lejohet më luftu. Por deri tash, nuk ka luft. E me luftuja, ata përna qesin barriera pengesa për para, a thu, kur do të shkojmë me për Qabën e bekuar? Qa me boni këtyne pengesave? Allahu pa do në me I qetësu musliman, po edhe me I përgëzu musliman, se Allahu I madhruar është me ta, dhe se Allahu ka me I hiek ato pengesa me emrën e tina te bareke wa ta'ala. Ose, thuj ndash ndryshe, pasi që I madhi Allah azza wa jall, atje ma heret, na jetë 25 që lezu ma heret, inë ledhine kefru e sudduna në sebilillahi, wal mesjidil haram, ata të cilët e pëngojnë dinin e Allahut azza wa jall, që jesin pengesa para dinit, po dhe para xhamisë së shajt, e pastaj Allah I madhruar I qërtoj rënd, dhe u kërsnua rënd qafirve të Mekës, se kam për të shijuar dënim të dhimshëm. Po në anën tjetër, I përgëzej muslimant, se kanë shpërblim të madh ditën e Kiametit. Por sikur sa ta thojnë në Zot, në këtë dynja, po ne po besojmë, edhe jemi të qetë, edhe ne presim dhe në ditë Kiametit. Por në këtë dynja, a thu do të kemë prej këti dini fryte në këtë dynja? A thu do të na të shpërblen Zotë edhe në këtë dynja, respektivisht me na ngadhni, me na triumfu për balë këty në sfidave të mëdha, e pengesave të mëdha, e barrierave të mëdha, që po I qesim që fartë armisht e Allahut,
apo neve në mbetë dhe të bëjmë sabër, e të punojmë, të presim se vapin a heret. E Allahu për zbriti këtë ajet për mi përgëzu dhe mja bo qethin muslimanëve të bareke wa ta'ala, se Allahu ka me imbrojt musliman. Inna Allah ju dafi anil ledhina amenu. Dhe o qëtësu. Qysh mas më qëtësu? Kur Allahu të thot te mësë mërzit, e ditë që një me ty, e tani, a ka gëzim më të madh? A ka freski më të madhe se sa me ndje Zotin, fuqin më të madhe, te bareke o ta'ala absolute, me ndje se është në anën tane. Dhe sa i të ndihmon, dhe jotën që me të ndihmu për kome të ngadhnyu, dhe kemi triumfu. Fjala Allahut Azza wa Jall, inna Allaha yud'afiu, imbron musliman, jep me kuptu se imbron musliman, pra imbron shpejt, edhe u ahjek zullumin shpejt. Por e ka dhe kuptimin tjetër, yud'afi, imbron her pas her, jo me një her pas her, pak nga pak, që shdona i vetë, të bareke o ta'ala, që shdona i vetë me ndihmu. Dhe të dyjat jenë prezente, dhe të dyjat jenë pjesë e ligjeve të Zotit, e që Zotit është krijues edhe i ligjeve. Të dyjat, her i madhi Allah Azza wa Jall, për një kohë shumë të shkurt, i fundos, i shkatron, armiqt të pejgamberëve, armiqt të Islamit, edhe triumfon ushtria e Allahut. Po her i ndihmon, e i shtyn, e i ndihmon, e i shtyn, e i spravon e kështu me radhë. Por më rëndësi është që Zotë është në krah të tyre, të bareke o ta'ala dhe në anën e tyre. Inna Allaha yud'afi, Allahu mbron, është në krah muslimanëve. Po jep me kuptu se ka pala tjetër e cila po lufton me këta, sepse kur je në krah dikuj, do me thonë të ndihmon dikuj kundër dikujt. E kur është ai kundër dikuj, ai është kundërshtari yt, ai është armiku yt. Pra janë dy palë, janë dy ushtri këtu. Në njënën ushtri është Allahu me te, ata janë musliman, dërsa në ushtrin tjetër është shejtani me te, se luftojnë për shejtanin e mallkuar, një nargat shejtanit. E natyrisht kur ushtria e din dhe është e bindur se Allah i madhruar është me ta, atëherë nuk ka pengesa dhe nuk ka frikë dhe nuk ka shtetësim për ta dhe nuk ka shgënjim asnjëherë se i madhi Allah ka me ndihmue te bareke wa ta'ala. Dhe kjo punë është logjike. E qysh mos me ndihmu Allahu muslimanëve? Inna Allahu yud'afi anil ladhina amanu. Qysh mos me ndihmu Allahu muslimanëve? E kush janë muslimanët? Janë trashëgimtarët e pejgamberëve. E pejgamberi kush i dërgoi? I dërgoi madhi Allah dhe i ngarkoi me mision. A është logjike që i madhi Zot të dërgon pejgamberët për Ademit e Nuhit veçanti, se Nuhi e ballafaqu me mision. Nuhi ka filluar për ata është awwalu rasul. Kemi folur për të rasuli i parë, ndërsa nebi, pejgamberi i parë është Ademi, asi i dërguar rasul është Nuhi. Nuhi ballafaqu me mision të madh. Pra prej kohës zamanit Nuhit alayhi salam. Dhe pejgamberës mas pejgamberi, gjenerat mas gjenerate, dhe ata janë me mira, me dhjetra mira, deri te pejgamberi jon, që i dërgoi madhi Zot. Dhe që të gjithë o ballafaquan me ushtrinë e shejtanit, që të gjithë hasën i vështërsi, po mirë, a është logjike i madhi Allah me i dërgu, këta më futën betejë dhe me lani madhi Allah pa i ndihmu. Nuk e logjike kjo, hashahu, Zotë më se dhasht, hasha dhe me thanë si për këtë lartë madhërisë të madhët Allah. Kjo është likështi për mu dhe për ty, për neve njerëzve. Nëse ti dikon, e dërgon dikun, dhe ajtë përfaqëson ty, dhe ballafaqohet pastaj me sfida, qoftë edhe me luftë, edhe ti tërhiqesh, kjo është likështi. E nëse është likështi dhe dëpsi për njeriu pa për Allahun e madhruar, andaj nuk i përket Zotit, që Allahu me i lanë në balët të dërguarit e vetë. Mirë të dërguarit e vetë për atë arsye Allahu te bareke o ta'ala, kur e ka dërgu Musen, që kemi folë në surën Tahatje më herët, për ajetet përsëritën, kur e ka dërgu Musen dhe Harunin, ata të du të kanë thonë, o Zot, ne po tutëm, sepse kanë ditë mizorin, vrashdësin,
e Firaunit. E kanë dish të Firauni si një miskoj e pret njeriun edhe nuk e balla fare. Dhe se nuk është let, nuk ka let fare, nuk ka let. Me shku me të rëki derën Firaunit, bam, e me thonë, thuj, la ilaha illallah. Nuk ka let. Nuk është let, anë pëse Musa bo pejgamber, po me gjithat e misioni shumë i randë. Zëtën, për atë arsye dhe Musa është min ulul azm, pas pejgamberve më të mëdhej, sepse misioni tina është shumë i madhë, armiku i tina është shumë i vrashtë, dhe vështërësit dhe sfidat me cilat është ballafaqur që Musa a.s. janë të rrallta. Pra, Musa a.s. o nësë dhe tha zotën pëtutem, me mu bashkë vëllaj vetë, vëllaj i ti Haruni, e Allah i madhruar i tha, kale la të khafa, mësë të tëtni, inneni ma akuma, esma'u wa ara, Allahu i tha mësë të tëtni, sepse unë jam me juve. Edhe ju shaf, edhe ju ndëgjaj, dhe qëtësu Musa. O qëtësu, për atë arsye tash kur shkaj të Firauni, edhe për më shatë dere për të madhe, bam, dhe pja qelin dere, për thënë që ka, kusha i trenë, që në trenej, këshërë kusharë të dera, dhe kemi full për tërgimin e Musaut a.s. Dhe hi drejt më rana të Firauni. Tashmë kërë lartë, tashmë krenar, tashmë se ka atë ide se do të më tutë para Firaunit. Sepse për din që me vete ka Allahun e madhruar. Allah nuk ka mundësi me lanë pejgamber të vetë. Për ataj madhe Allah azza wa jall ka thonë për gjithësi, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ veç ka kaluar caktimi juën, pra kanë më të fjala ju, nja kemi dhona fjallën më të. Për në thët neve në Koran, por kjo më të tonë pejgamber të Allahot. Për të rëpët tonë të dërguar, innahum lehumul mansurun, se me të vërtet ata, pastaj për thot papik dyshimi, lehumul mansurun janë të nga dhënjër nga i madhi Allah. Për atë arsye Allah azza wa jall, kur Nuh a.s. tha, o Zot, ndihmëm, kale rabbin surni bima këdhebun, o Zot ndihmëm muë, për balë ty në gënjeshtarve, Allah i tha kry ke punë, nëse marwanien, o kry ke punë, e erdhe ndihmë Allahut. Dhe të njëtë në gjakë kur Musa a.s. tha, kella inema i rabbi se jehdin, kur i than, e pat puna jonë, sepse deti para, e Firauni mrapa. Tha, jo, Zot jam nuk më lenë mu. As njëherë, dhe nuk e le Allahu. Dhe tha Allah, fadri bil bahre, pshaj detit, bëri me shkap detit. Dhe kështu më radhë, pra Allah i madhurar nuk i lem të dërguarit të vetë, për ata Allah ka thonë, inna lenen suru rusulena, walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, me të vërtetë dhe pa pikë dyshimi. Ne i ndihmojmë dhe nga dhënjejmë o rusulena, pejgamberët e tonë, krejt pejgamberët e tonë. Walladhina amanu, dhe ata që kanë besuar, e na jemi për atyni që kemë besu pejgamberët. Fil hayati dunya, në këtë dunja, wa yawma yaqumu al-ashhad, dhe ditën kur kanë me dalë para të madhit Allah. Edhe që këmë në ndihmu dhe këmë në triumfu me nga dhënjë Allahu, dhe ne të triumfuar e të nga dhënjër këtu, dhe të triumfuar dhe të nga dhënjër atje kër dalën para të madhit Allah. Ama kushtë është me qenë të sinqer dhe të devat shumë në rrugën e të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Pra të gjitha këta jetë dhe të tjera, i qetësojnë dhe i përgëzojnë muslimant, të cilët e vazhdojnë rrugën e pejgamberëve të madhit Allah. Sepse Allahu këta jetë e pjazbret pejgamberit edhe sahabi këta jetë veçantë. Kjo nuk ka për qëfar, kjo është për musliman. Allahu i ndihmon atyre që kanë besuar. E pe atyre jemi edhe ne. Sepse për jetëve kuptohet se në gjdo zaman, në gjdo kohë dhe gjdo vend, Allahu ka për që ndihmuar muslimanëve për balë atyre të cilët i qesin në barjera para dinit Zotit dhe para davetit dhe para muslimanëve. Qa do na jetë më përgëzuse dhe më sehariqe dhe më shdëdhënse se sa këto. La ilahe illa Allah, sa i madh, e sa i mirë, e sa i mshirshëm është Allahu ndaj robëve të tij. Ai është i mshirshëm ndaj këtë krijesave, por mshira e tij e veçantë është ndaj robëve të tij, të cilët kanë thënë amanna billah, kem besuar të madhin Allah azza wa jall.
pjesën e fundit ajetit thot Allah azza wa jall inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allahu nuk I don ata që tradhtojnë emanetin e Allahut, ata të cilët nuk e besojnë Allahun, nuk I don qofarti madhi Allah, nuk I don la ilaha illallah. Pre kur të thot nuk I don qofarti, ja me kuptu se I don musliman, sepse këta jenë përballë muslimanve. Pra Allahu I don muslimanët. Dhe është me musliman. Andaj robi Allahut, kur është me Allahun, dhe kur është në rrugt të Allahut, ai nuk ka pse shgënjihet. E qysh më shgënjye robi në rrugën e Allahut azza wa jall? A ka kush që dha besën Allahut prej ditës të parë dynjas derisa e që Zoti e shgënjej? I dha besën se ka me ka një fort në dinin e Zotit. E jo dëftërsh, por I fort në dinin e Allahut dhe të kallet në katë teran ti mi dalt. Se fjallë Allahut nuk ndryshon, dhe se dini Allahut nuk ndryshon është hak. E njerëzit, etiketimet e tyre, akuzat e tyre, shpifjet e tyre, barierat, barrikadat, pëngesat, therrat, gjembat, që ti qesin për para, e mundohen me t'ingull, ato nuk kanë të ndalur, por ne e kemi Allahun, dhe kontrata jonë dhe besa jonë është me Allahun, të bareke wa ta'ala. Pra nuk ka kush këtë dynja, I cili ja dha besën Zotit e që është gënyje. A nuk u përkujdes Allah I madhruar për Haxherën dhe Ismailin në mes të shkretëtirës? Kush është shpëtej atë gru dhe atë fosh një atë sabi për pas të madhët Allah azza wa jall? A nuk u përkujdes Allah I madhruar për Jusufin alayhi salam në fund të bunarit, la ilaha illallah, në fund të bunarit, dhe për këzaj atje te bareke wa taala? A nuk u përkujdes Allahu për Musaun në duart e Firaunit dhe gruas e Firaunit? Edhe bo e qajnë pallat Firaunit, edhe e përkujdes për të mrena pallatit të Firaunit. A nuk u përkujdes Allahu për Yunusin alayhi salam në fund detit, e për Isaun e torturuar, e për Ejubin e sëmur, e për Mërjemen e akuzuar, e për Muhammedin e për ndjekur, sallallahu alaihi wasallam. Aja është mbrojtës, aja është ndihmëtar, aja është I gjithë mëshirshëm, por për neve kërkon sinceritet dhe qëndrueshmëri në rrugën e tij. Veç Allahu ta don këtu, me ta lexu këtu se ti je I sinqert. In tansurullah yansurkum. Nëse ju ndihmoni dinin e Allahut, Allahu yansurkum, ka me ndihmu Zoti. Bënu argat dinit Allahut. Edhe ndihma Allahut nuk ka me munguar. Te bareke wa taala. Por gjunahet, më sinceriteti, apo thuj shqip, sikur se mës me pas bashkëpërime dinin e Allahut, Zotë nëse në rranë. Sepse, po ta kemë përime dinin e Allahut, la ilaha illallah, dhe t'jemi në sinqertit dinin e Allahut, dhe t'i tregojmë Allahut se ne dinin tonë o Zot e dojmë ma shumë se vetë vetën tonë, dhe se ma shumë se krejt dynjan o Zot, dhe se tënë në nimetet e tjera që na I ke dhënë në një krah, nuk vin as për afër nimetit këtij dini o Zot që na ke dhënë në anën tjetër. Po, Allahu I ndihmon robët ti. Subhanallah, dini I Zotit. E qysh mos më ndihmu Allah ata që punojnë për këtë din? Dhe qysh e ngalljen Allahu këtë din duke që burrat mëdhej, të cilët nuk kanë tjetër dert në këtë dynja pas fjalës la ilaha illallah. Qoftë me ilm e me dije, qoftë atje me pasuni, nuk e kanë ngalen më bot pasun për me mushgjepat, por qysh me marë pasuni për me dhanë për Allah.
e qoftë atje kur nevoja me forcë, e qoftë atje me kalem, me laps, e qoftë atje çdo profesion tjetër, e kanë një qëllim, me ngrit lart fjalën e të madhit Allah. Pavarësisht a jo në shekullin e 20, a në shekullin e 5, a në shekullin e 15. Sepse ky din ka zbrit për çdo zaman dhe çdo mekan, për çdo kohë dhe çdo vend. E Allahu ka më rujt. E ka më rujt ky din me burra të mëdhej, të cilët punojnë për ky din. E të lumt ata që janë rangun aty në burrave. Që ata të mëdhej. Të mëdhej janë që ata, të cilët i prim përpara dinit Allahut dhe punojnë natën dhe ditën, dhe kur në këtë dynja syne nuk e tremin. Natyrisht urtësia, sabre, mençuria, dija, tjerë, maturia janë cilësit pandashme, por nuk po flasim në këtë moment për ato cilësi, sepse janë shumë, por po flasim për këtë, se për sinqeritetin dhe se sa herë që robi është i fortë me Allahun, Allahu ka me ndihmu, inna Allaha yudafi anil ladhina amanu, Allahu imbron, la ilaha illallah, imbron ata të cilët kanë besuar, imbron prej gjinëve, imbron prej egërsirave, imbron prej intrigave, imbron prej dallavereve, imbron prej qëfarve, prej intrigave të tyre, prej çdo sende që ka i dëm të na imbron. Dhe natyrisht, tham, pjesë e kuptimit ajetet nga ana gjithësore, e ajetet kuranore janë të pandashme, si kur mishi me ashtë me gjuhën arabe. Për ata Korani ka zbritur në gjuhën arabe, në mënyrë që të ka ma shumë se sa një kuptim, apo ta ketë një kuptim shumë të gjërë, fjale Allah. E për këtyne judafi, nga kjo kontekst judafi, e mbron herë pas herë. Dhe ato që në godasin neve, o prej gjunaheve tona, ose dhe sprovna që një madhi Allah Azza wa Jall, për me të shti ty me punu ma shumë, me ta mat impulsin e sinceritetit tënë, dëzilis që ke për dinin e Allahut, apo të keshet kur shkelet në derin një motra muslimane, apo të keshet kur shese po bëhen haramet të qarta, në dinin e Allahut, kur bëhet kufër, apo kur që mos bëfsh, mos vish me babilën zemër, rëqethësh, mërzitesh, piklohesh, bjen istikfar. Dhe kur ke mundësi me që për para dinin e Allahut, apo jep pa shumë për parësi dynjas, interesit tënë të familjes, apo dinit Zotit. Apo me thanë, nuk ka vesh feja jote, është edhe të tjerëve, la ilaha illallah. Pse mërë nuk thojna, nuk është dënjajeve që jote të punën edhe tjerë. Le edhe një edhe tjerëve rëskun, por me muj kja fshin krejtve. Me muj njeri ju këtë dënja, se cili kjo është natyre tina, o të hibun e l'male hubben gjemma, ka thënë Allah të në surat të l'fegje, dhe ju dëni pasurin, ekstreme dëni pasurin. Mërë trektartë, mërë këta që dalin pazar, me pas mundësi njani, krejt që a fitojnë ata, 105 mërë dite, këj fitoj vetë. Thëtë që për juve s'kasët. Pse s'pë thëtë që ashtu, pse nuk për thëtë në punë dinit, për më përveç punë të dënjas. Pra në punë dinit, thu për të tanë, e në punë dënjas, më në është mja marë tanë dhe dënjanë. E cilë interes me i madhë. Për ata për dire sa mës të pjekum, për deri sa mës ta kem trunin shumë të këthjelt dhe sinceritetin zemër, se me bëne men që dini krejt në qafë të tanë është. Edhe se prej teje më varet a më stagnua për me jetës për para. E qa bën ti? E shgënjen dinin Allahut? Apo thuja në këftë me jetë muë, pasha Zotin ka me jetës para. Po. Dhe se cili prej neve. Zëtën për shkaqeve që dini jonë, e tashmë veç gati që dole për i temës, për shkaqeve që dini Islam, vendin tonë, ka stagnuar, deri në kohën e fundit, mendoj, nuk e di sa ka mirë, sa ka me vend, është se nuk kanë marrë njerëzit përgjithësi për dinë të Zotit. Por përgjithësit u a kanë lanë imamëve dhe hëgjallarve dhe kaqë, në krye me një bashkësi islame. E me bo me vdeku le maja bashkësia islame.
E me bo me i që zotë ulemat këqi, e dëmbela, e jo të sinqer, ose kanë frikë, ose kanë presion, ose ku ta di unë e vla. Pa fundja fundjes, veç i ty në dinja, ndërsa, sa të kur kem fillu të gjithë me marrë ka pak përgjithsi, jemi të e pasi proceset për hecin, edhe për flitet për din, në të nasaza dhe nivellet të shtetit. Dhe nuk ka ditë zotit që nuk shkruhet, se për më folë mu veç Allahut dhe nësa flitet, po që nuk shkruhet e nuk publikohet për dinin Allahut, për juve dhe për neve dhe për këtë shoqëri. Sepse tash kanë filluar kjo më zhgjënu. Po punojnë, kanë filluar me marrë përgjithësi dhe punojnë njëri me tjetrin. Dhe jena në rrugë të hajrit, në rrugë të mirë, dhe ka shaja për optimizëm. Allahu na qoftë në hajrë, por kajet Koranor disi dohet me na prek në një farë mënyre, me na prek shumë. Pra Allahu po të garanton, e po të përgëzon, e po të sihariqon, se unë jam me juve. Unë jam me juve. Andaj qka pra, qka bjen ndryshe, që punë. Që punë, se mund kja të. Që punë ti. Të punë. Hajtë, sa kur tha ti bojnë ata, letat mesele. Leja ti në naltë, të barëke o tala. Dhe wallahi, mës me kanë ndihme e Zotit, subhanallah, a kishe e të këtë din dhe risat. Po edhe sët, gjithë kjo luft e madhe që i bëhet në 4 anë të botës, veç të këne në Kosovën tonë një pikë në deti është në këtë botë, sa lufta i bëhet e lërë mon në 4 anë të botës dhe kjo veç rritët. Sepse a i lartë madhruarit e bare kjo tala, a është i cilë mbron këtë din. Andaj të lumë të ne për dinin islam, për këtë rrugë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Allahu na forcoft këtë din e ja Rabbel Alamin. Allahu na boft argat të islamit, e na boft të çdo frymarrje jonë dhe çdo tiktake zemrës tonë me qenë për Allahun e madhruar dhe për dinin e Allahut Azza wa Jall. Allahu na boft jetojmë për këtë din dhe të vdesim me këtë din, e të ringjallemi me këtë din, e takohemi ata burrat mëdhej. Allahumma amin, Allahumma amin. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.